Ju lejohen vizitat e familjarëve ose largimi për disa orë apo qëndrohen vetëm? Shiko, ne jemi e quaj liberal, me qëllë se nuk jemi burg. Ne i bëm testet e drogave, sa herë ata dëshirojnë me dalë me familjar. Mirë po kjo të kanë të kufizuar. Qa do të thotë kjo? Javën e parë nuk kanë vizita. Mandej nga java e dytë, kanë 2 herë në javët vizit. Në qendër, jo këta tek familja? Në spital, jo, në spital gjithmonë. Dhe aty vinë familjarë. Nëse kanë nevojë me dalë për 1 orë, ata shkojnë. Mirë po rregullat e shkrimit e kontratës janë shumë strikte. Qa do të thotë kjo? Se nëse del dhe përdor substancën, nëse na del neve pozitiv, ne e largojmë për disa ditë nga spitali. Jo formë e ndëshkimit të tyre, për me ndëshku, po është një model se ende nuk janë të përgatitur për modelin se çfarë na ja prezentojnë. Edhe pastaj, nuk na ka ndodhur asnjëherë, po nëse ndodh, do thotë ata reflektojnë, edhe rikthehen prapë, normal që e vazhdojnë, edhe mandej fillojmë, do thotë, ritrajtimin e tyre.